Kam hulumtuar një nga historitë më të çuditshme që kam parë ndonjëherë. Ka të bëjë me një lëvizje dikur margjinale mes elitës teknologjisë që synon të zëvendësojë qeveritë plotësisht me korporata. Shoqëri të privatizuara, të drejtuara nga CEO, të ndërtuara për fitim, jo për njerëzit. Pothuajse sikur donin botët e tyre të vogla, parqe argëtimi, të ndërtuara vetëm për ta bazuar në dëshirat e tyre. Përfundimisht u largova nga historia sepse dukej pak më qesharake se sa diçka për t'u shqetësuar. Por më pas kuptova se ndoshta ata tashmë po ja dalin. Thjesht shikoni doge dhe palantir, duke zëvendësuar ose shkatruar bazat e qeverisë. Planet për një gjaz të ri futuristik dhe të privatizuar. Rritja e infrastrukturës së ai që duket imune ndaj opinionit publik dhe pushtime të vendeve në dukje të rastësishme. Një strukturë e re pushteti në shoqëri që do të kapërcej strukturat ekzistuese demokratike të pushtetit kur miliarderët papritmas kanë një sasi të jashtëzakonshme pushteti dhe demokracia është provuar të jetë jashtëzakonisht e prekshme. Kështu që vendosa të kthehem te kërkimi. Çfarë është kjo lëvizje? Nga erdhi? Si u bën kaq të fuqishëm të përfshirët? Ku po shkon? Dhe e rëndësishmja, çfarë mund të bëjmë për ta ndaluar? Le të kthehemi te origjina e çuditshme e gjithë kësaj. Në vitin 2008, Peter Thiel u përfshi për herë të parë në filantropi, nëse mund ta quani kështu. Ai hapi fondacionin Thiel, një organizatë jo fitimprurse që investonte në ndërtimin e botës në të cilën besonte Peter Thiel. Dhe një investim i madh bie në sy. Instituti Seasteading. Instituti Seasteading u fundsua nga Patrick Friedman, nipi i Milton Friedman, ekonomistit të famshëm që u dha politikanëve mbështetjen akademike për të zhveshur klasën punëtore globale. Qëllimi i TSI ishte ndërtimi i shoqërive të vetë qëndrueshme në det, të qeverisura nga qeveritë të reja në tokë të ndërtuar rishtas. Kjo was veçanërisht tërheqëse për libertarianët që donin të shpëtonin nga kufizimet e qeverisjes moderne. Pyetja nëse Seasteading është i dëshirueshëm apo i mundshëm, për mendjen time, nuk është as e rëndësishme. Është absolutisht e nevojshme. Peter Thiel siguroi financimin fillestar për këtë projekt dhe pajisi TSI-n me hapësirë zyre në një sallë konferencash në zyrën e Palantir. Ai gjithashtu e lidhi Friedman-in me një nga bashkëthemeluesit, Joe Lonsdale. E dini, ne jemi djemt që krijojmë institucione që po ndryshojnë botën, dhe deri tani kemi ndryshuar shumë industri këtu në Silicon Valley, por nuk kemi arritur të ndryshojmë qeverinë. Kjo është një gjë mjaft e vështirë. Silicon Valley, duke ndryshuar qeverinë, është pikërisht ajo që donte Thiel. Fola me një nga njerëzit që kanë ndjekur ngritjen e kësaj lëvizje më mirë se çdo kusht tjetër, Gild Duran, gazetar dhe autor i The Nerd Reich, për të marrë një kuptim më të mirë të filozofisë pas gjithë kësaj. Ekziston një histori e gjatë e njerëzve që kërkojnë të ikin nga shoqëritë demokratike ose të rikthejnë monarkinë apo autoritarizmin. Në vitin 1997 doli një libër i quajtur The Sovereign Individual. Ai argumentonte se në shekullin e 21 dy teknologji do të rezultonin në përmbysjen e demokracisë dhe shkatrimin e kombeve si Shtetet e Bashkuara. Monedha kibernetike, të cilën sot do ta quanin kripto. Dhe tjetra ishte automatizimi i avancuar që do të krijonte një botë pa vende pune. Dhe se individ të pasur që janë investitorë të zgjuar mund të përfitonin nga kjo fatkeqësi që po vjen dhe të përgatiteshin për të duke bërë investimet e duhura. Ky libër pati një ndikim të madh te Peter Thiel dhe natyrisht ndikoi te njerëzit që Thiel paguante. Joe Lonsdale u vuri në punë. Ai filloi një organizatë jo fitimprurse, California Common Sense, kushtuar gjoja transparencës dhe shpenzimeve qeveritare në mënyrë që votuesit të mund të bënin ndryshim nëse gjenin gjëra me të cilat nuk ishin të kënaqur. Në sipërfaqe, kjo tingëllon mirë, por dy themelues të asaj jo fitimprurse filluan një kompani fitimprurse, OpenGov. OpenGov është një shërbim softwareik për agjencitë qeveritare për të menaxhuar të dhënat. Ideja e zëvendësimit të proceseve demokratike në duart e të gjithëve me teknologji në duart e pak njerëzve po bëhej më lajm margjinale. Dhe organizata të tjera jo fitimprurse me qëllime të ngjashme filluan të shfaqen. Por ndërsa ideja e përdorimit të teknologjisë për të krijuar një vend të decentralizuar kishte disa mbështetës të shquar në mesin e viteve 20. Do të përdor teknologjinë për të krijuar një vend të ri. Dhe po, thash vend, jo kompani. Ajo kur nuk u materializua vërtet në një nivel serioz. Por think tank e do të shpallnin disa versione të suksesshme të planit të tyre të privatizimit. Si Sandy Springs, Georgia. Famkeq, qyteti i parë në Amerikë që privatizoi pothuajse të gjitha shërbimet qeveritare. Ishte dashuria e shtypit libertarian. Gjithçka për fitim, asgjë publike dhe një firmë konsulence që fitonte para nga taksapaguesit në çdo hap. Ato taksa shtesë për fitimin e korporatave filluan të shtoheshin, megjithatë përfundimisht.
Sandy Springs u privatizua, duke u kursyer taksapaguesve miliona dollar në vit. Ka gjithashtu komunitete të sapolindura të fokusuara në vlerat e krishtera që mediat e shtetit rrjet lavdërojnë. Battleground, Washington, ku një miliarder i qendrave të dhënave po blen të gjitha pronat për të zotruar qytetin. Kryetari i bashkisë është në listën e tij të pagave. The Highland Rim, një seri zhvillimesh në Appalachia të drejtuara nga firma e investimeve New Founding. Dhe kjo pa përfshirë projektin California Forever, një qytet i propozuar teknologjik në Solano County, i financuar nga Mark Andreessen, Reid Hoffman, Sam Altman dhe miliarder të tjerë. Por çka nëse kjo nuk kishte të bënte kurrë vërtet me këto qeveri të vogla? Ja Peter Thiel duke thënë pjesën e qetë me zë të lartë në vitin 2010. Teknologjia është një alternativë pa besueshme ndaj politikës. Dhe detyra në këtë botë, ku politika është bërë kaq e prishur dhe kaq jo funksionale, është të gjesh një mënyrë për t'i shpëtuar asaj. Teknologjia në vend të politikës. Ne tashmë kishim dogë dhe palantir duke u bërë sistemi operativ i Shteteve të Bashkuara me një qëllim të deklaruar të ishin më të fuqishëm se qeveritë që i përdorin ato. Si mund ta ndihmojmë qeverinë të ndalojë njerëzit e këqij duke vendosur gjithashtu sisteme për t'u siguruar që askush brenda qeverisë të mos bënte asgjë të papërshtatshme? Pra, duhet të kesh sisteme që vëzhgojnë vëzhguesit. Pas largimit nga Palantir, Lonsdale përmes firmës së tij 8VC vazhdoi investimet në atë që quhet GovTech, teknologji për klient qeveritar. Kjo është teknologji mbikëqyrjeje AI, dron, arma AI, madje edhe teknologji për të zëvendësuar 911 me AI. Të gjitha synojnë të zëvendësojnë, privatizojnë dhe përfitojnë nga detyrat që normalisht i atribuohen zyrtarëve demokratikisht të përgjegjshëm. Ajo vat po ndodh tani, megjithatë, është se kompanitë po bëhen më të fuqishme se qeveritë që ato shërbejnë. Papritmas kemi të gjithë këta oligark miliarder që shpenzojnë kaq shumë para, ata ishin në gjendje të kapnin në fakt qeverinë federale me Trump in. Pra, është një moment interesant tani ku po marrim një paraqitje të shkurtër se si do të dukej qeveria nga një kompani teknologjike. Dhe Lonsdale po punon për t'ju bindur se kjo na nevojitet duke ju bërë të friksuar. Lonsdale themeloi Institutin Cicero, një think tank që promovon mesazhe kundër të pastrehëve. Jo mesazhe kundër të pastrehësisë, por mesazhe që sulmojnë vetë të pastrehët dhe madje legjislacion që krijon kampe për qëndrimi ku njerëzit e pastrehë do të bënin punë të detyruar. Në fakt mund të shkosh në shtete, mund të bashkëpunosh me guvernator. Mund të miratosh ligje, e dini, motra, në 15 shtete po kalojmë 10 ligje. Dhe pastaj do t'i mësojmë njerëzit dhe do të shkojmë në nivel kombëtar. Ngacmimi i njerëzve është padyshim pjesë e planit të tyre. Kjo është ajo që pam në San Francisco rekalet. San Francisco pati një rritje të krimit gjatë pandemisë, por kështu ndodhi pothuajse në çdo qytet të madh në Shtetet e Bashkuara. Vetëm në San Francisco, i cili ka norma jashtëzakonisht të ulta krimi krahasuar me shumicën e qyteteve në Shtetet e Kuqe, ata krijuan këtë panik masiv. Duke përdorur mediat sociale dhe influencues të fatkeqësisë për të bindur të gjithë se gjithçka ishte më keq se kurrë më parë. Dhe ndërsa Lonsdale hyri në organizata jo fitimprurse dhe think tank e Petri Friedman, e mbani mend nipi Milton Friedman, filloi firmën e tij VC me mbështetjen e Peter Thiel të quajtur Pronoja Capital. E krijuar tërësisht për të investuar në qeveritë privatizuara. Në Honduras, Pronomos investoi në qeverinë e parë të drejtuar tërësisht nga një korporat fitimprurse. Prospera është kjo enklave vogël në ishullin Roatan në Honduras që pretendon të jetë qyteti i saj i vogël i statutit. Që u financua nga kapitalist amerikan sipërmarrës dhe është lavdëruar si projekti kryesor i lëvizjes shtetërjet. Por projekti kryesor i vërtet është diçka më e madhe. I gjithë qeveria e Shteteve të Bashkuara. Kjo shihet në politikë. E mbani mend gjithat histori për marrjen e Grenlandës? Ajo ide doli dhe u festua nga njerëzit për të cilët kemi folur. Mendoj se të kesh një kufi është shumë e shëndetshme. Mendoj se një pjesë e madhështisë së Amerikës është se ajo po rritet dhe krijon më shumë pasuri për të gjithë. Nëse njerëzit në Grenland duan të jenë pjesë e nesh, ne mund t'i përdorim më mirë ato burime dhe të sigurohemi që Rusia dhe Kina të mos kenë përparësi. Në Arktik, emri qyteti i lirisë nuk fitoi vërtet vrull, por ideja është aty dhe ndikimi në administratë është i qartë. Joe Lonsdale ndihmoi në stafimin e administratës Trump dhe sapo shoqëroi zyrtar të administratës në Filipine për të përuruar një zonë të re rregullatore. Vetëm javën e kaluar nënshkruam një marrëveshje historike me Filipinet. 4,000 hektar pranë gjirit Subic ku do të ndërtojmë një park industrial të llojit parajamtare. Por unë isha atje për një ditë në Filipine me të gjithë. Ata janë të emocionuar për atë që po bëni ju. Kjo tingëllon shumë si një qytet startimi.
Ata gjithashtu janë vendosur me pjesën tjetër të lëvizjes së djathtë. Nuk do ta kisha imagjinuar kurrë që J.D. Vance, një protege i Peter Thiel, do të ishte nën president i Shteteve të Bashkuara. Dhe kur Vance u fut në listën e kandidatëve, atëherë u bë reale që këto gjëra mund të shkonin në Shtëpinë e Bardhë. Në shtator 2024, u mbajt një konferencë në Fort Mason në San Francisco e quajtur Reboot 2024. Dhe faqja e saj e internetit njoftoi se tani ishim në një realitet të ri dhe se Silicon Valley po zgjohej dhe gati të bëhej kjo forcë e fuqishme në politikë. Dhe folësi i ftuar ishte Kevin Roberts i fondacionit Heritage, i cili është njeriu që kishte udhëhequr projektin 2025. Kështu që këtu kishit VC të teknologjisë në San Francisco dhe Kevin Roberts në të njëjtin vend duke shpallur realitetin e ri. Dhe realiteti i ri është aty ku jemi sot. Dhe kjo po shihet në politikën aktuale. Si planet e administratave të shpallura në heshtje për zonat e prosperitetit detar, rrethe në tokën amerikane me më pak rregullore për korporatat për të ndërtuar anije dhe për të rigjallëruar bazën industriale. Pastaj është Aleanca e Re Industriale Amerikane, një grup interesi i industrisë së teknologjisë që promovon rritjen e pakufizuar të qendrave të dhënave. Ata u renditën si bashk sponsor të Blueprint for America, duke lobuar për zona prosperiteti në tokën amerikane, një plan për të shitur tokë federale dhe publike kompanive private për të ndërtuar parajsa me rregullim të ulët dhe taksa të ulta për përparim. Bashk sponsori i tyre në Blueprint ishte kompania Pas Prospera në Honduras, zbulimet e lobimit të së cilës tregojnë se ata shpenzuan qindra mijëra dollar duke lobuar për zonat e prosperitetit. Por ata gjithashtu shpenzuan shumë duke ju lutur qeverisë amerikane për dhurata të parave tuaja. Ata kanë lobuar për rifinancimin e korporatës financiare të zhvillimit ndërkombëtar të SHBAS, një organizatë qeveritare e drejtuar nga asociati Epstein, Ben Black, që përdor dollarët e taksave për të investuar në kompanitë amerikane jashtë vendit. Kjo është ndihmë jashtme e privatizuar. Dhe ata më në fund mund ta marrin atë që duan. Black shkoi në Honduras dhe premtoi investime në pasuri të paluajtshme dhe teknologji atje, duke përfshirë një investim në La Ceiba, e cila pritet të absorbohet nga Prospera. Burr është më shumë se sa thjesht dhurata qeveritare. Janë krime lufte. Kështu që bëm një plan master dhe kemi zhvilluar mënyra për të rizhvilluar Gazën. Gaza, siç ka thënë presidenti Trump, ka potencial të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është për njerëzit e Gazës. Ne kemi zhvilluar në zona. Ishte paksa e çmendur të shihje gjithçka duke u bashkuar në këtë mënyrë. Por përsëri, kudo që të shikosh këtë ditë, me Trump in ose me këta njerëz të teknologjisë, ka gjithmonë idenë e një qyteti të ri që ata propozojnë, dhe nuk është e qartë pse na duhen këto qytete të reja. E dini, Gaza duhet të rindërtohet për palestinezët, por këta e shohin si një mundësi për të marrë tokën. Dhe kjo ju tregon shkallën në të cilën ky mendim po fillon të përshkojë gjithçka që ata bëjnë. Shikoni si reaguan njerëzit në këtë lëvizje margjinale ndaj pushtimeve të tjera. Në vitin 2019, Mark Latter, udhëheqësi një think tanku të qytetit të ri të financuar nga Peter Thiel, tha se përmbysja e qeverisë venezuelane do të ishte një mundësi për këto projekte. Dhe kur pushtimi ndodhi, Latter sugjeroi që Amerika të krijonte një qeveri të stilit Florida ose Texas atje. Ai përmend se Amerika paguan për një plan zhvillimi me shumicë pas ndryshimit të regjimit, që është pikërisht ajo që po bëjmë në Iran sot, në vlerë prej 300 miliard dollarësh. Palmer, Lucky Lonsdale, asociati Thiel dhe themeluesi kontraktorit të mbrojtjes me AI Endeavor, i paraqitur këtu në cosplay, sugjeroi një qytet të privatizuar në gjirin e Guantanamo në Kubë, të cilin presidenti Trump gjithashtu kërcënoi me pushtim. Përsëri, askush nuk e do këtë. Ata e din atë. Kjo është arsyeja pse ata urrejnë populizmin. Kjo është arsyeja pse ata urrejnë përfaqësimin demokratik. Pavarësisht se e gjithë kjo është e mbështjellë në liri, ajo që ata kërkojnë është të dalin plotësisht nga çdo strukturë qeveritare. Por thjesht nuk funksionon kështu, veçanërisht kur shumica e këtyre njerëzve janë kontraktorë qeveritar dhe ende duan të kenë përfitimet e shoqërisë son pa pasur përgjegjësitë e shoqërisë son. Këta janë njerëz që nuk u pëlqen të dëgjojnë jo. Ata janë të zemëruar me reagimin kundër qendrave të dhënave, që nuk duam që ai të marrë kontrollin e gjithçkaje, që askush nuk mbështet shkatrimin e një qytetërimi për ta zëvendësuar me një nga i cili ata mund të përfitojnë. Njerëzit duhet kuptojnë se miliarderët janë radikalizuar kundër demokracisë dhe janë në procesin e përdorimit të gjithçkaje që kanë për të provuar ta shkatrojnë atë. Dhe kjo është betejë e momentit ton. Kjo është betejë e kohës son. Nuk është vonë për të kundërpërgjigjur. Përgjigjja publike ndaj qendrave të dhënave funksionon. Shumë nga startupet e qeverisjes si shërbim po e fillojnë punën e tyre në qytete dhe shtete ku ju ende mund të keni zë për t'i ndaluar ata.
Klasa miliardere dëshiron ta kthejë shtëpinë tuaj në parkun e tyre argëtues, të ndryshojë plotësisht mënyrën se si funksionon gjithçka për të kanalizuar më shumë pasuri tek ata, të krijojë kaos dhe pastaj kur gjithçka të jetë dëmtuar, të largohen me fitimet e tyre në enklavat e tyre private. Të gjitha nën maskën e rregullimit të një qeverie të prishur. Një qeveri që ata e prishën. Dhe po, sigurisht, qeveria është e prishur, burr nuk është për shkak të demokracisë ose mungesës privatizimit korporatave. Është për shkak të fuqisë korporatave. Na duhet më shumë demokraci dhe më pak kontrolli korporatave.